Vaksinimi kundër fruthit në Korçë ka qenë në nivele më të larta krahasuar me qytetet e tjera të vendit. Megjithatë, sipas specialistëve të shëndetit publik, dezinformimi dhe mitet e përhapura në rrjetet sociale kanë ndikuar negativisht në vendimarrjen e prindërve për vaksinimin e fëmijëve kundër fruthit, një sëmundje ngjitse që mund të sjellë komplikacione serioze. Shumë prindër hezitojnë për shkakun se e lidhin vaksinën e fruthit me autizmin. Nëse një fëmijë preket nga fruthi, çfarë pasoja mund të ketë? Pasojat janë nga më të ndryshme dhe më të rëndat. 1 në 5 fëmijë kalon komplikacionet pulmonare, kemi dëmtime të dëgjimit, kemi encefalite, që janë dëmtime nga më të rëndat që një prind mund të presë për fëmijën e vet. Sipas kryevaksinatorës, shumë të rëndësishme janë fushata ndërgjegjësuese, që synojnë të sqarojnë rëndësinë e vaksinës dhe sigurinë e saj. Kemi filluar disa fushata, aktualisht po kthehemi nga Maliqi ku kryem një fushatë për sensibilizimin e prindërve në lidhje me gabimin që bëhet në thonjza, në lidhjen e vaksinës së fruthit me autizmin. Akoma nuk ka dalë diçka e vërtetuar nga organizata botërore që të faktojë që vaksina e fruthit ka lidhje me autizmin. Ndërkohë, një pjesë e mirë e prindërve apo gjyshërve pranojnë se kjo vaksinë është aplikuar tek fëmijët e tyre. Megjithëse janë jashtë, po edhe këtu kur ishin i bënin vaksinat. Nuk ka nxitim, nuk mund të thajmë që s'duhet bërë, po. E kemi bërë. Nuk ka asnjë problem me autizmin. Vaksinat janë krijuar dhe janë shumë të studiuara. Fushatat pritet të vijojnë edhe në muajt në vijim, me synim për të rritur mbulimin vaksinal dhe për të parandaluar rikthimin e fruthit në popullat.